Rasti i sotëm ndoshta është një nga rastet më të çuditshme që kam hulumtuar gjeri më sot. Ndërsa po e studioja këtë rast, në fakt nuk po besoja dot syve që ajo që po lexoja kishte ndodhur me të vërtetë. Përshëndetje gjithëve dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për gjithë ju që s'më njihni, unë jam Lohori dhe si gjithmonë do të jem këtu me ju për t'ju treguar një histori të vërtetë krimi. Nëse jeni të apasionuar pas historive true crime ose misterioze si puna ime, atëherë ju rekomandoj që të bëni një subscribe për të qenë gjithmonë të azhurnuar mbi videot e reja. Ju kujtoj që qëllimi i këtij kanali është informativ dhe jo gjuhues ndaj personave që marrin pjesë në këtë histori. Por përpara se të filloj me historinë e sotme, dua t'ju kërkoj ndjes për zërin tim, pasi siç mund ta kuptoni është komplet i ngjirur sepse jemi në një periudhë virozash edhe nuk mund t'u shpëtojmë këtyre gjërave. Dua t'ju parlemëroj që gjatë videos mund të shikoni hunë të skuqura, sy të skuqur, por kjo gjë ndodh për shkak të kollitjeve, për shkak të teshtimeve, por nuk kemi çfarë të bëjmë, kështu që pa humbur kohë, le të vazhdojmë. Rasti i sotëm është për binjaket e heshtura, June dhe Jennifer Gibbons. Prindit e tyre ishin Gloria dhe Avery Gibbons. Ato kishin një jetë relativisht normale. Jetonin në Karaibe, Gloria ishte një shtëpiake, ndërsa babai i tyre punonte si teknik në forcat ajrore. Okej, ndoshta nuk kishin një jetë relativisht të mirë, por kishin një jetë relativisht shumë më të mirë. Në atë kohë, familja Gibbons kishte 2 fëmijë, por më 11 prill të vitit 1963, në orën 8:10 të mëngjesit, Gloria sjell në jetë June. Dhe vetëm 10 minuta më vonë vjen në jetë Jennifer, që June dhe Jennifer më vonë do të njihen si binjaket e heshtura. Familja kohë më vonë u zhvendos në Linton të Anglisë, por në vitin 1967 ato sollën një jetë dhe një vajzë tjetër e cila quheshte Rosie. Por në fakt, June dhe Jennifer, si binjake që ishin të pandashme me njëra tjetrën. Kishin një lidhje shumë të veçantë me njëra tjetrën. Në fakt, vajzat filluan që të flasin me vonesë, pra zhvilluan me vonesë gjuhën e folur. Dhe për të thënë të drejtën, kur ishin në klasë të parë, ato dinin apo s'dinin 3-4 fjalë. Dhe në fakt me njëra tjetrën komunikonin me tingu që ngjanin pak a shumë si cerima, dhe një person i tretë që mund ndodheshte aty duhet të përqendrohej jashtëzakonisht shumë që të kuptonte ndonjë fjalë që vinte nga ato, pra që të kuptonte ndonjë fjalë që vajzat thonin. Por me kalimin e kohës, familja zhvendoset në një qytet tjetër, në Devon, dhe pikërisht në atë qytet vajzat fillojnë shkollën. Por me fillimin e shkollës fillojnë edhe problemet, fillojnë edhe telashtet. Sepse në atë kohë racizmi dhe bullizmi ishte, le të themi, diçka shumë e përhapur, gjë që është edhe sot është diçka e padiskutueshme, pasi edhe sot ka jashtëzakonisht shumë. Vajzat në fakt shkuan në një shkollë ku të gjithë nxënësit e asaj shkollës ishin të bardhë. Dhe për këtë arsye vajzat u bullizuan jo vetëm për shkak të ngjyrës së lëkurës që kishin, por edhe për faktin që nuk flisnin si të gjithë fëmijët e tjerë. Dhe kjo gjë në fakt ndikoi jashtëzakonisht shumë tek ta, duke u mbyllur në vetvete, duke mos folur me asnjëri, duke mos bërë kontakt me sy me asnjëri. Pra, një farë mënyre flisnin me njëra tjetrën, le të themi, përdorin ato gjuhën që dinin ata, ato tingujt e çuditshëm që bënin ato të dyja për të kuptuar, pasi një mënyrë apo një tjetër ishte e pamundur që t'i kuptoje vajzat kur ato flisnin. Kohë më vonë u zbulua që gjuha që vajzat flisnin quheshte Barbadian Creole English. Pra, një farë mënyre i kishte rrënjët, gjuha që ato flisnin, i kishin rrënjët në anglishten britanike. Por kjo anglishte britanike ishte e përzier dhe pak me gjuhën afrikane. Plus edhe theksi që vajzat vinin tek gjuha që ato flisin e bënin edhe më ta pakuptim fjalët që ato thonin. Dhe për këtë arsye vajzat bullizoheshin jashtëzakonisht shumë. Dhe për shkak të bullizmit që morën, vajzat nuk dëshironin më as të shkruanin, as të shkonin në shkollë, as të lexonin, as të bënin asgjë. Dhe në fakt as mësuesit nuk i kuptonin vajzat se kur flisin. Por duhet themi që në këtë histori mësuesit ishin hallka më e dobët, sepse në një farë mënyre nuk bën asgjë për të ndihmuar vajzat. Dhe mbi të gjitha u than prindërve që mos u shqetësoni, vajzat tuaja janë në rregull, kjo gjë do t'ju kalojë, kjo gjë do të ndryshojë. Por në fakt ishte vërtet, kjo gjë ndryshoi, por vetëm për keq. Kur vajzat ishin 11 vjeç, familja u zhvendos në një tjetër bazë, dhe pikërisht në Haverfordwest në Wales. Por me gjithë të shpërngullit që bëri familja e vajzës, edhe unë të kisha probleme me socializimin, jo më vajzat. Por në këtë pikë, vajzat nuk flisnin me askënd. Dhe vetëm me njëra tjetër, nuk flisnin as me familjarët e tyre, as me mamin, as me babin, as me motrat, as me vëllezërit.
Por në fakt në Fort West ishte një problem tjetër. Ishte një problem tjetër sepse vajzat duhet të shkonin përsëri në shkollë. Por shkolla që ndodheshte në Fort West kishte le të themi një nivel shumë të madh ose njiheshte për racizmin dhe bullizmin. Dhe në fakt në këtë shkollë vajzat u bullizuan jashtëzakonisht keq. Bullizmi ishte aq i madh saqë mësuesit ju betohen detyroheshin t'i lironin vajzat 5 minuta përpara se të liroheshin gjithë nxënësit e tjerë vetëm që vajzat të kishin një avantazh për të shkuar sa më shpejt në shtëpi që të shmangnin atë bullizmin që fëmijët e tjerë mund t'i bënin rrugës. Siç u thash, bullizmi ishte i madh. Bullizmi ishte fizik dhe ishte shumë i tmerrshëm. Sa herë që vajzat ishin në publik, merrnin fyerje, merrnin tallje, merrnin dhunë. Imagjinoni që vajzat ishin në sinkronizim me njëra tjetrën, imitonin njëra tjetrën në perfekcion, dukeshin sikur ishin një person i vetëm. Imagjinoni që një fakt interesant që lexova rreth kësaj historie ishte fakti se nëse vajzat për shembull do të kalironin mbi kuaj dhe Jen do të hipte në një kal dhe Jennifer hipte në kalin tjetër dhe gabimisht njëra nga vajzat bie pa dashje nga kali, vajza tjetër automatikisht binte dhe ajo. Dhe këtë gjë nuk e di nëse e bënin instinktivisht apo e bënin pa vetdije apo nuk e di se çfarë, por më besoni që kjo gjë ishte vërtet e mistershme dhe mu duk shumë e çuditshme. Por nuk mbaron me kaq, sepse ka akoma më shumë dhe më besoni që ajo që do të them pak më vonë do të jetë vërtet shokante. Një burr i cili quheshte John Reid ishte një mjek shkollor dhe erdhi për të bërë vaksina të gjithë nxënësve që ndodheshin në shkollë. Ndërkohë, një grua tjetër, Marjorie Wallace, i cila ishte një gazetare, u bë shumë e interesuar për vajzat dhe përfundimisht krijoi një lloj marrëdhënie me to. Në fakt, gazetaria intervistoi mjekun dhe ky i fundit i tha që në momentin që shkoi në atë shkollë për të bërë vaksina fëmijëve, në momentin që në studio erdhi June dhe Jennifer, në fakt vajzat dukeshin si pajet, nuk lëviznin fare. Pra një farë mënyre, vajzat nuk bën asnjë reagim kundrejt atij injeksioni që morën dhe nuk bën asnjë reagim për faktin e atij si person, sepse imagjinoni që të hynë një dhomë, të shikoni një person, gjë e parë që bëni është ta përshëndesni, apo jo. Por në fakt vajzat jo, si që hynë, ashtu dhe dolën. Në fakt, mjeku mbeti shumë i habitur nga sjellja e vajzave dhe për këtë arsye u tregoi të tjerëve. Dhe në fakt, vajzat u dërguan në një spital i cili quheshte Withy Bash në shkurt të vitit 1977. Ato u dërguan në atë spital për të kuptuar pak a shumë arsyen e faktit ose arsyen sepse vajzat nuk flisnin, arsyen sepse vajzat flisnin vetëm me njëra tjetrën për të kuptuar le të themi gjendjen e tyre. Por normale, siç pritej, vajzat nuk folën me askënd në atë spital dhe imagjinoni që situata u bë edhe më keq për faktin se vajzat filluan të mos flisnin as me njëra tjetrën kur kishin njerëz rreth rrotull. Kur vajzat mbushën 14 vjeç, u çuan në një qendër që ishte një lloj qendre për fëmijë me nevoja të veçanta. Dhe kjo qendër quheshte Esgate Special Education Center. Pra, një farë mënyre ishte një lloj shkolle me konvikt. Por qëllimi ose arsyeja sepse u dërguan këto vajza aty, u dërguan me faktin për të kuptuar arsyeën sepse vajzat nuk flisnin, për një farë mënyrë për të ndihmuar që vajzat të flisnin, për të kuptuar arsyeën sepse vajzat ishin aq të lidhura me njëra tjetrën dhe si mund të ndihmonin që një farë mënyre vajzat të krijonin një jetë të vetëm, pra si Jen dhe Jennifer të jetonin veçmas dhe jo si një person i vetëm siç kanë bërë deri më tani. Pas shumë përpjekjesh, autoritetet më në fund morën një vendim që vajzat t'i ndanin. Pra një farë mënyre, Jennifer mbeti në Esgate ndërsa June u dërgua 50 kilometra larg në një qendër tjetër. Por qëllimi sepse bën këtë veprim ishte se vajzat ndoshta në këtë lloj mënyre mund të fillonin të komunikonin me persona të tjerë, mund të krijonin jetën e tyre individuale. Por në fakt, ky ndryshim që bën, le të themi, kjo ide që patën ishte ideja më e keqe, sepse situata vetëm u përkeqësua. Vajzat filluan të shfaqin simptomat e katatonisë, një lloj çrregullimi i lëvizjes dhe i sjelljes që shkaktohet nga një gjendje mendore e trazuar. Ato u tërhoqën totalisht nga gjithçka deri në atë pikë sa mezi hanin dhe nuk lëviznin. Dhe për këtë arsye, autoritetet vendosën që t'i bashkonin përsëri. Dhe kështu që në moshën 16 vjeçare ato përfunduan shkollën dhe u kthyen përsëri në shtëpinë e tyre. Por me kthimin në shtëpinë e tyre, situata ishte le të themi
pothuajse e njëjtë, sepse u mbyllën në dhomën e tyre, nuk flisin me asnjëri, luanin vetëm me kuklla, krijonin histori, këto histori më pas i improvizonin nëpërmjet kukullave dhe këto histori i shkruanin nëpër ditaret e tyre, sepse vajzat kishin një pasion të madh, që ishte pikërisht shkrimi. Gjatë kësaj periudhe ato nuk dilin as për të ngrënë me familjen e tyre. Imagjinoni që nëse dëshironin të shihnin një emision, dëshironin që ta shihnin vetëm ato të dyja, pa prezencën e askujt. Dhe në fakt, nëse një emision për shembull ndodheshte në darkë dhe e gjithë familja dëshironte ta shihte, ato i shkruanin një letër prindërve ku i thonin që ju lutem duam të shohim këtë emision në këtë orë dhe mbajini derën hapur. Kështu që dhoma e ndenjës rrinte me derë hapur, ndërsa vajzat uleshin në shkallë, që ishin shkallët që të shonin në katin e dytë, dhe vajzat uleshin në shkallë dhe shikonin emisionin që donin, dhe në momentin që mbaronte emisioni, vraponin për në dhomën e tyre. Imagjinoni që edhe kur vinin njerëz që ndodheshin në shtëpi, ato fshiheshin me njëherë, vraponin në dhomën e tyre pasi nuk duronin dot prezencën e personave të tjerë. Siç e përmenda pak më sipër, vajzat kishin shumë dëshirë të shkruanin. Imagjinoni që vajzat shkruanin në romane dhe mbanin ditar. Dhe në fakt, ditarët ishin gjëja më e rëndësishme për ta, sepse në ditarët e tyre shkruanin histori, romane. Këto histori në fakt i shkruanin, i rishkruanin, i përpunonin, i kalonin në drafte, pra derisa arrinin të bënin atë versionin përfundimtar. Imagjinoni që për Krishtlindje, nëna e tyre Gloria udhuroi vajzave një fletore me kapak të kuq lëkure. Dhe këtë fletore vajzat e përdorën si ditar për të shkruar romanet e tyre në mënyrë më të detajuar të mundshme. Një fakt tjetër i rëndësishëm ishin se vajzat, duke qenë të rritura, filluan të kursejnë para nga kukullat. Pra në farë mënyre nuk blinin më kukulla, por në fakt ato para filluan që t'i përdorin për të ndjekur një kurs online shkrimi, sepse dëshironin të bëheshin shkrimtare të famshme. Vajzat u regjistruan në kurs si një person i vetëm dhe vetëm e vetëm për të kursyer para. Dhe në fakt temat që trajtonin në romanet e tyre ishin tema paksa pikante, le të themi, pasi kishin sjellje kriminale, kishin sjellje themi seksuale, flisin vetëm për krime, vetëm për vrasje, pra ishin paksa të çuditshme dhe shumë persona nuk i morën, le të themi, seriozisht vajzat, pasi vajzat në një farë mënyre dëshironin t'i botonin këto romanet, po asnjë nga botuesit nuk ua mori përsipër, pasi thonin që temat e tyre ishin shumë makabre. Kështu që vajzat vendosën që t'i publikonin vetë romanet e tyre. Por për një arsye apo për një tjetër, romanet e tyre nuk u bën aq të famshme. Njerëzit nuk u dhanë aq vëmendje, pasi ka shumë njerëz që nuk u pëlqejnë këto lloj temash dhe për këtë arsye vajzat ngelen paksa të zhgënjyra nga kjo gjë. Por pas këtij zhgënjimi në moshën 18 vjeçare, vajzat më në fund vendosin të dalin nga dhoma e tyre. Por jo për një arsye të mirë, sepse vajzat filluan që të përdorin alkoolin, filluan të përdorin drogën, filluan që të kishin marrëdhënie seksuale, filluan të vidhin, të vendosin zjarre, të thyenin ndritare, të bënin grabitje dhe për këtë arsye u arrestuan. U arrestuan dhe u dërguan në një qendër paraburgimi ku në atë qendër qëndruan plot 7 muaj. Dhe brenda këtyre 7 muajshve, vajzat filluan të urrenin njëra tjetrën. Po, siç e dëgjuat, filluan të urrenin njëra tjetrën, filluan që të nxjerrin mllefin që kishin brenda, filluan që të digjen ditaret e tyre dhe të thonin se sa shumë e urrenin njëra tjetrën dhe sa shumë nuk e duronin njëra tjetrën dhe në fakt donin që të vrisin njëra tjetrën. Imagjinoni se në çfarë pike ka shkuar situata. Nga dy persona që ishin të sinkronizuar, që imitonin njëra tjetrën, që flisin vetëm me njëra tjetrën, kalojmë në një ekstrem komplet tjetër. Në ditaret e tyre shkruanin se sa e urrenin njëra tjetrën, shkruanin mënyrën se si dëshironin ta vrisin njëra tjetrën, ose shkruanin mënyrën se si kishin frikë që tjetra do t'i vriste. Pra, në një farë mënyre, kur vajzat ishin bashkë, shkruanin për frikën, urrëtitjen që kishin ndaj njëra tjetrës, ndërsa kur ishin të ndara, shkruanin për mallin, për vetmin, pra në një farë mënyre dëshironin që të ishin bashkë. Pra, e kuptoj që është diçka që nuk ka logjik, edhe unë këtë gjë mendova, por në fakt është komplet e vërtet. Në maj të vitit 1982, vajzat u akuzuan për 16 raste të grabitjes, vjedhjes dhe zjarrvënies. Dhe normale vajzat e pranuan fajin e tyre. Por një gjë tjetër që ndodhi ishte fakti se vajzave u diagnostikua një çrregullim psikopatik i personalitetit, ndaj për shkak të kësaj diagnoze dhe sjelljes së tyre kriminale
u dërguan në një vend të quajtur Broadmoor Hospital, një institucion psikiatrik me siguri të lartë për kriminal me probleme mendore. U dërguan atje për një periudhë të pacaktuar. Gjatë qëndrimit në atë spital, mjekët i përshkruanin vajzat si të rrezikshme dhe të çrregullta mendërisht. Dhe mbi të gjitha ndodhte edhe kjo. Ato tregonin se shpesh, për shembull, njëra nga vajzat nuk hante asgjë, ndërsa tjetra hante gjithçka. Pastaj ndryshonin turet. Duhet dini që vajzat qëndronin në dy cepe të ndryshme të spitalit. Pra, njëra nga vajzat qëndronte në njërin anë, tjetra në anën tjetër. Pra nuk kishin kontakt me njëra tjetër, nuk dinin se çfarë bënte njëra tjetra. Dhe kur infermierët bënin kontrollin e tyre rutin, imagjinoni çfarë, e dini çfarë, i gjenin vajzat në të njëjtin pozicion. Imagjinoni që i gjenin vajzat të dyja shtrirë barkas, ose në këmbë, ose në cep të dhomës, pra në çfarëdo lloj pozicioni, por pozicioni ishte i njëjtë. Dhe kjo gjë të fut të merrin, të fut të dridhurat, sepse është të tmerrshme po ta mendosh. Një rast tjetër që ndodhi në atë spital ishte fakti që June sulmoi një infermiere, ndërsa nga ana tjetër Jennifer kishte tentuar që të vetvritej. Por nga ana tjetër Jennifer përdorte edhe disa ilaçe. Ishte një lloj ilaçi i cili quhej Depicol, një lloj antipsikotik i cili dëmtoi shikimin e saj. E dëmtoi aq shumë shikimin e saj saqë ajo as nuk mund të lexonte apo të shkruante më. Vajzat ziheshin vazhdimisht me njëra tjetrën dhe sa herë që ishin bashkë, shanin, godisnin, ngërvishnin njëra tjetrën. Në fakt, ato qëndruan në atë spital plot 11 vite dhe ko më vonë u transferuan në një tjetër qendër rehabilitimi e cila quhej Caswell Center. Ishte, le të themi, pak a shumë e njëjta qendër rehabilitimi, por paksa më e butë, sepse kjo e fundit kishte qenë goxha shumë strikte. Por përpara se të transferoheshin në klinikën tjetër, gazetarja Wallness, e mbani mend atë gazetaren që u fola në fillim që kishte krijuar një lidhje me vajzat. Okej, kjo gazetarja akoma fliste me vajzat dhe i intervistonte, sepse në fakt shkroi dhe një libër mbi vajzat. Dhe në këtë pikë Jennifer i thot gazetares: "Unë do të duhet të vdes." Dhe gazetarja e shqetësuar i thot: "Pse?" "Sepse ne kështu e kemi vendosur", përgjigjet Jennifer. Në fakt, vajzat ishin të bindura se ato të dyja, po të ishin gjallë që të dyja nuk mund të jetonin një jetë normale. Pra, një farë mënyre që duhet të vdiste, ose më saktë duhet të sakrifikoheshte njëra nga vajzat që tjetra të jetonte një jetë normale. Dhe një farë mënyre, ditën që do të transferoheshin në klinikën tjetër, njëra nga vajzat do të vdiste. Dhe pikërisht ishte Jennifer. Dhe në mars të vitit 1993, në moshën 31 vjeçare, June dhe Jennifer u transferuan në klinikën Caswell. Por në momentin që u transferuan në klinikën Caswell, Jennifer nuk reagonte më. Ajo u çua menjëherë në spital, por në fakt u shpall e vdekur. Shkaku i vdekjes u përcaktua si një mosfunksionim i papritur i zemrës. Dhe në fakt, mjekët që e kontrolluan thanë që në trupin e saj nuk ndodheshte asnjë substancë, asnjë ilaç, asnjë helm, asnjë drogë që mund të ketë shkaktuar këtë lloj gjëje. Pra, në një farë mënyre, vdekja e saj ishte natyrale. Dhe në këtë pikë them, si ishte mundur që vdekja e saj ishte natyrale dhe ndodhi pikërisht në ditën kur ato u transferuan në klinikën tjetër. Dhe ishte pikërisht dita që Jennifer tha që unë pikërisht këtë ditë do të vdes. Pra, është diçka jashtë logjike, është shumë e mistershme. Unë akoma në trurin tim, akoma nuk mund ta besoj që në fakt kjo gjë ndodhi në mënyrë natyrale. Pra, vdekja e saj ndodhi në mënyrë natyrale dhe pikërisht në atë ditë që vajza bëri transferimin në klinikën tjetër, nuk e di. Në fakt, motra e saj June tha që në momentin që Jennifer po ndronte jetë, pra ishte në momentet e fundit të saj të jetës, ajo mbështeti kokën në supin e June dhe tha pikërisht këto fjalë: "Më në fund jemi të lira." Dhe më pas vdiq. Sigurisht, Jennifer u varros dhe në gurin e varrit, June shkroi një poezi e cila thoshte: "Dikur ishim dy, të vërteta ishim një. Tani më nuk jemi dy, përmes jetës ishim një. Pusho në paqe." Siç ju thash, vajzat besonin që ato të dyja nuk mund të jetonin një jetë normale, ndërkohë që të dyja ishin gjallë. Dhe në fakt, kështu ndodhi. Kur Jennifer ndroi jetë, June ndryshoi plotësisht. Ajo pothuajse u bë një person normal. Filloi të fliste. Okej, nuk filloi të fliste sa hape mbyll syt, por filloi të fliste duke marrë terapinë e duhur, sepse
Më besoni, në 31 vite, ajo nuk ishte folur asnjë fjalë, nuk ishte folur me asnjë njeri tjetër përveç se me motrën e saj. Dhe këto hapa ishin galopant për të, ishin hapa të mëdhenj. Dhe një gjë tjetër që u kërkoi njerëzve ishte fakti që nuk dëshironte më të që ta quanin June, po dëshironte që njerëzit ta thërrisnin me emrin e saj të dytë, që emri i saj i dytë ishte Ellison, sepse në një farë mënyre ajo dëshironte të krijonte një jetë të re dhe dëshironte që të ishte një person i ri. Gazetarja Wallis në librin e saj shkroi që June një deshën plot 5 vite të pranonte vdekjen e motrës së saj dhe mbi të gjitha të mos kishte atë ndjenjën e fajit që gjithçka që i ndodhi Jennifer ishte për fajin e saj. Në fakt, e gjithë kjo histori për mua është e pabesueshme dhe kam ngel pa fjalë. Nuk e di për ju, por këtë gjë si gjithnjë ma shkruani poshtë në komente. Unë ju përshëndes dhe ne do shifemi në videon radhës. Dhe atëherë, ciao ciao!